Fantastike. Nuse amerikane, që të thot jam nga Kuksi. Jam nga Kuksi. Lili ka qenë në Kukës 3 herë. Dhe pëlqen në Novosen të mërësisht shumë. Fantastike. Më thot mua do më bëjsh pasaportizim, unë e them pak vështirë sepse... Kërkon nuse amerikane pasaportizim shqiptar, fantastike. Do të di dhe historinë të dhe. Është që ne atje jetojmë. Po. Atje është jeta jonë, atje ku punon, atje është jeta. Pavarësisht dashurisë, shpirtit që kemi në këtu. Dhe ne kur shkojmë ke vend lindja në Novosej, ne atje na bi shpirti rahat. Ne shkojmë atje ku kemi lindje dhe nuk na bëhet që t'hikim. Po pavarësisht kësaj, ne atje jetojmë. Atje kemi fëmijët, atje kemi nipat, mbesat. Ku kam i çuni gocë. Çuni e ka grunë shqiptare, goca e ka burrin amerikan. Okej. Tani, në këtë barazim, absolutisht që ti do të gjithë njësoj, absolutisht, po le temi me kë të ecën më shumë muhabeti, përsa i përket me le temi me dhëndrin, me nusen. Ku e ke më shumë tani? Me shqiptarin apo me amerikanën? Unë jam shumë mirëdashës me të gjithë. Okej. Nuse me djalit tash jam ka dhënë 4 nipa, 2 nipa dhe dimbesa që i kam 4. Ajo normalisht tashi për tashi është më afërt me mua. Se më ka dhënë këtë që është një pasuri shumë e madhe, patjetër, pa diskutim. Që ato vetëm kur më bëjnë telefon mu, kudo që t'jem, vetëm më bëjnë telefon, do me thënë mu më bëjnë që t'luj meq. Edhe njëtë këtë dashuri, kurse goca akoma s'më ka bërgjysh, dhe unë i dua të dytë në që shë vërteta, edhe dhëndrin, edhe ajo që ju shihni është njeriu, individi, se më pas ka përshtatje pa diskutim dhe mendoj që gjithë cili përshtatet me kulturën, edukatën edhe ambientin në cilin familja është pra, dhe kjo është e pa diskutueshme. Sepse nuset atë tek ne parlesht kthejnë shumë shpejt nga fisi parlaku. Sepse edhe unë si lapi, një nuse kam nga Berati, një nuse kam amerikane, po vajzën e kam kuksnjanë të martuar, tani ka ardhë vajzë atje. Kështu që imi kenarë me nipat mbesa, sepse unë kam 7 nipa e mbesa, janë jo pak, dhe nuset janë të mira, shumë të mira, gjithse kur do të dëshironte që të kishte miq shqiptar, që të jemi... Patjetër, pa diskutim. Aq më tepër që tashmë, le të themi, emri i shqiptarëve është i lartësuar edhe në Amerikë, sepse i kanë lënë vend vete, se themi kështu shqiptarçe, pra, sepse për shkak edhe të kontributit, bizneseve, seriozitetit në punë që janë dhe le të themi stereotip i gabuar dhe le të themi i reduktuar është në kohë. Një komunitet fantastik i Në shqiptarëve në Amerikë. flasë për Filadelfia në kujnë fund, gëzon respekt të jashtëzakonshëm komunitetit shqiptar. Dhe ato që kanë ardhur 3-4 vjet, do të shikosh që janë biznesmena, të vela apo të mëdha janë biznesmena. Tani do bëjmë një gjë. Dhe një kontribut për ta lidhur shoqatën me bashkinë, ka qenë edhe Lapi, pasi ka punuar edhe njeh ato të institucioneve të bashkisë, dhe ka dhe një marrëdhënie të shkëlqyer dhe ata krenohen me ne. Unë mendoj që të bëjmë një gjë, një kompromis, kështu jemi edhe live ndërkohë, në kohë reale. Herës tjetër ne do vim të bëjmë intervistat atje. Filadelfia. Do të ishte kënaqësi e veçantë. Dhe jo vetëm për gjithë fisin tuaj, në Filadelfia. por ka pafund shqiptar dhe histori shumë të bukura tek ju edhe do të ishte kënaqësi të shikoni në dimensione të tjera. Kështu nëse vim, shumë faleminderit. Do jemi direkt. Ta heqim fjalën nëse vim, po hajdeni. Po, patjetër. Dhe sigurisht ju do të gjeni ngrohtësinë, siç e gjem në ngrohtësinë këtu, dhe ju do të gjeni atje. Ishte shumë kënaqësi vërtet. Kënaqësi ishte jona dhe ju faleminderit shumë. Urojmë çdo të mirë dhe ju lumt për të gjithë punën fisnike që keni bërë dhe vazhdoni të bëni. Dhe ju falenderojmë që përcjellni zërin ton në Shqipëri dhe zërin e shqiptarëve për ne. Faleminderit shumë kënaqësi. Ju urojmë suksese, qofshi gjithmonë të suksesshëm. Faleminderit, shumë faleminderit, të vlerësojmë shumë. Do të ikim në reklama, do të kthehemi pas pak me të tjera tema për diskutim. Qëndroni me ne.